Allahu dhul xhelal ta bëj këtë vetëm për rizan e Zotit, për asgjë tjetër, as postim në Instagram, as postim në Facebook, as në YouTube, as kundi. Vetëm për të kënaqur Allahun dhul xhelal. Kush e bën këtë punë të mirë, duke qenë besimtar, këtë ka fjalën. Domethënë, ta ketë në jetën jashtëzakonisht të pastër kur e bën punën e mirë. Mos pres lavdata njerëzish, as pak. Nëse pret lavdata njerëzish nuk ka sevap. E ky njeri, qof mashkull, qof femër, që bën punë të mirë, duke qenë besimtar i mirë, duke bazuar dhënien e tij dhe ndihmën e tij vetëm për të kënaqur edhe për të fituar razinë e Zotit, felenuhyijennehu hayatan tayyibatan. Këtij njeriu felenuhyijennehu. Unë shpesh e kam përmendur këto që lexojnë Kur'an e din përse e kanë fjalën, disa fjalë në fund marrin nun, në, gërmën në, nun përforcues, felenuhyijennehu. Që do me thonë, gjithsesi dhe pa dyshim dhe pa tjetër, do t'i japim hajaten tayyibeten. Këtyre njerëzve ju japim jetë të mirë. Keni parasysh disa njerëz nuk janë shumë zëngina, ama jetojnë shumë mirë, shumë rahat jetojnë të lumtur. Mundohen të falin namazin, mundohen me aq sa kanë të japin zekatin, të japin ndonjë sadaka, të bëjnë ndonjë punë të mirë, të kryejnë ndonjë hall ndonjë besimtari tjetër, edhe jetojnë shumë të lumtur. Dikush ka 100 fishin e pasurisë ka, për herë sheh kur si ja ke vrarë babën, i vranët. Nuk u i kënaqet, interesant. Në shtëpi njerëzit sonë hapin gojën për atij. Fjala bjen. Ai kush e di sa të aktroj që është i lumtur, aktrimi i tij një ditë do të marr fund, sepse nuk shkon falsifikatiteti çdo herë edhe për gjithmonë. Ajo falso nuk shkon për gjithmonë. Jetën e vërtet të lumtur e kanë vetëm ata të cilët bëjnë punë të mira, qofshin meshkuj ose femra, edhe jam besimtar të mirë. Felenuhyijennehu hayaten tayyibatan. Në këtë jetë ka fjalë, do të kenë jetë të mirë, hayaten tayyibe. Arabisht tayyibe është e mirë. Jashtëzakonisht e mirë është. Jetosh jetë të mirë, të lumtur. Edhe nëse sot bota lufton për lumturinë. Ndoshta e kam përmend, ndoshta jo. Në Japoni janë hapur qendra edukuese, Japoni. Ka instruktor të ajo qendra, i mësojnë njerëzit qeshin, se gjatë nuk kanë qesh. Ka me mates ka qesh. Do paguash 50 euro, do hish me një qendër, edhe atje do të mësojnë si të qeshish. Po, të të bëjnë me zor të lumtur me pare. A është rregull kjo? Hiç nuk është rregull. E do qeshish vetëm nëse e ke raportin e mirë me Allahun xhaleshanu. Edhe nëse bën punë të mira. Kjo shumë e rëndësishme është. Nuk mjafton vetëm besimi, se bëmi egoist pastaj. Si është egoist, beson, falesh, e në asnjë punë të mirë nuk bën. 100 herë me u falë në ditët, nëse nuk ta shohin hajrin tjerët, është problem. Është problem. Si thot pejgamberi Islam, njeriu më i mirë është kush? Ai që është më i dobish, khairun nasi anfa'un nas. Njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm për tjerët. E rëndësishme është sa ta kam pa hajrin tjerët. Nuk e rëndësishme se ti sa ke arrit, sa kamiona ke blejt, ose sa dyqane ke qelë, ose sa pallate ke batu, i ke bo për vete. Por sa ta kam pa hajrin tjerët. Atëherët nuk ka nevojë të hish në ato qendrat e Japonisë që të mësojnë qeshish. S'ka nevojë, se ti çdo herë do jesh i buzëqeshur, se lumturia burimin e ka ke Zoti. Lumturia e vërtet burimin e ka ke Zoti. Ajo lumturi që e ka burimi ke Zoti nuk mund asnjë njeri në këtë dynjë ta bëjë të zymt këtë njeri, asnjëherë. S'mund ta bëjë të zymt, të mërzitur. Besimtarin që e merr lumturinë prej Zotit nuk ka kush e pikllon nga krijesat e dynjas. Asgjë nuk janë të puçin ka janë. Asgjë janë. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Edhe në botën tjetër do t'i shpërblejmë me shpërblimin më të mirë për atë që kanë punuar. Me shpërblimin më të mirë. Interesant. Edhe mbas këtij ajeti vjen një ajet tjetër original, do me thonë ajeti numër 98. Ky është ajeti numër 97 i kapitullës En-Nahl. Ajeti numër 98 më njëherë vjen ka të bëj këto që bëjmë punë të mira, thot lexojnë edhe Kur'an. Interesant. Puna e mirë,
që ne e përmendëm, nga sadakat, nga zeqatet, nga ndime e njerëzve, të ta shohin hajrin tjerët, me njerë këto njerëz janë njerëz Kur'ani. Këto lexojnë Kur'an. Interesant. Këto nuk rrinë për e prekur librin Allahut të paktën një herë në ditë. Njerëzit që bëjnë punë të mira janë të dashuruar edhe me Kur'anin. Pse janë të dashuruar? Se me njerë mas këti ajeti tjetër vijuës fillon kështu. Estaidu bila bismillahirrahmanirrahim. Ajeti vijuës. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Edhe fe. Ka një fe aty lidhse. Edhe thot, kur do të lexojsh Kur'an, sikur me i thon Allahu xhelal, o ti që bën punë të mira dhe që e kërkon xhenetin tim. Mbaj mend një gjë. Kur do lexojsh Kur'an, bën apo kërkon ndihmën e Allahut prej shejtanit të mallkuar. Fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kërkon ndihmën e Allahut nga shejtani i mallkuar kur do lexojsh Kur'an. Prandaj kur lexojmë Kur'an, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kërkojmë mbrojtje, mbështetëm ke Allahu nga dami i shejtanit të mallkuar. Se ai ngacmon, çat punë ka. A më do shifni një risi shumë interesante. Do shifni se shejtani a është vërtet aq i fortë se e bëjmë ne. Jo ne si xhollar, po ne si njerëz përgjithësi. A shejtani a mund besimtarin? A mund shejtani besimtarin? Çfarë thot Allahu xhelshanu? Me njëherë mas këtij ajeti, ku na mëson se duhet të bëjmë eudhu billah bismillah kur lexojmë Kur'an, me njëherë mas kësaj dini çfarë na thot? Innehu lejse lehu sultanun ala alladhina amanu. Shejtani thot, nuk ka fuqi mbi ata që kanë besuar. Është shumë i dobët ndaj atyre. Inne kejdehu kane daifa, ka një ajet tjetër kuranor. Dëmi i ti, dëmi i shejtanit dhe njerit është shumë i dobët. Ne nuk kemi problem sot të dashur vëllezër, nuk kemi problem vërtet aq shumë me shejtanin. Sa ai me ni eudhu billah largohet. Nëse ke vezvese, thuaj eudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lexoa elhamdulillahin. Elhamdulillah është surja ndër më të fuqishme për largimin e shejtanit, edhe ajetul kursia është, po elhamdulillah është shumë. Ose mjafton të thuash eudhu billahi minash shaitanir rajim, edhe e largon vezvesen, e largon citjen edhe nxitjen e shejtanit. E dini, me një eudhu billah e largon shejtanin. Ja sa i fortë shejtani, është. Me një eudhu billah e largon. Ama nefsi nuk largohet me një eudhu billah. Nefsi është pjesë e trupit tonë. Nuk o pjesë e shejtanit. Nefsi, egoja, dëshira për pare, dëshira për epsh, dëshira për të dukur mirë, dëshira për mendje madhësi, dëshira për megalomani, dëshira për krye lartësi, e kështu me radhë, këto quhen krejt nefs. E hec e munde këtë, ki muri mat i Berlinit nuk thehet kollaj, nuk bije kollaj. E kjo quhet nefs. E shes shejtani sa i dobët është. Do me thonë njeriu shejtanin e mundën me një eudhu billah, nefsin duhet farë të bëj për nefsin, për egon e ti. Duhet thët që ta edukoj egon. Egoja edukohet, nefsi edukohet me qfarë? Me trajnim, me besim në Allahun, me devotshmëri, me namaz, me tespi, me madhërime të ndryshme, me adhurime të ndryshme, me sadaka, me zeqat, edhe e largon egon. Me modesti, ule pak veten, mos fluturo shumë se kjo bot ka pa shumë, ma të mdhej se ne e kështu me radhë. Dhe me thonë, ule veten pak, edhe edukon egon. Amo kjo ka periudhë, kjo shkon, ka pun ka, është një procedurë, është proces është. Alargimi i shejtanit për njerëjut nuk është proces. Thuja udhu billah, bismillah, largohet shejtani, usos puna. Prandaj Allahu thotë kështu, me njëherë, mbas leximit të Kuranit, mbas bërjeve punëve të mira, edhe thotë, mos keni frikë nga shejtani, sa asgjë s'u boje. Asgjë, pse? Innehu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. Ai nuk ka fuqi, nuk ka sultan. Sultan do me thonë fuqi. Nuk është mbizotrues i fuqishëm mbi ata të cilët kanë thonë la ilaha illallah dhe punojnë sipas saj. Nuk është i fuqishëm shejtani. Të dini,
Lejse lehu sultanun ale ledhine amenu. Mbi ata që i kanë thënë la ilaha illallah dhe besojnë Allahu një, shejtani nuk ka mundësi të dëpërtoj edhe të i mbizotroj ata, të marr frenet e tyre. S'ka mundësi. Edhe mbi cilën nuk ka mundësi shejtani, mbi cilën nuk ka fuqi edhe mbi ata të cilët wa ala rabbihim yatawakkalun. Edhe mbi ata të cilët janë mbështetur vetëm në Allahu. Ato thonë Allahu si ka thënë, usos punë. E disa fjale madha si ka thënë Zoti. Dvish deri në këtë deregje, thuash si ka thënë Zoti, le të bëhet, do të bëhet. Kjo është doktoratur në Islam. E disa punë ka kjo. Thuash si ka thënë Zoti do bëhet. Kjo është doktoratura. Krejt qerat janë grada akademike shumë më të ulta. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ja lanë çështjen komplet në dorën e Allahu xhaleshanu. Kto i marrën shkaqet, i marrën sebepet, e bëjnë punën e vete, edhe më në fund çfarë thuan? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Edhe mbështeten në Allahu xhaleshanu xhaleshanu. E dini sot që mos mbështetja në Allahu xhaleshanu ka bërë që me të madhe njerëzit shkojnë në përqendra psikoterapeutike për të konsultuar me psikolog të ndryshëm. Disa nuk shkojnë te psikologu, nuk është problem. Problemi është te mungjitori kur shkon. Ai don ta shpëtoje, ai don të ndihmoje. Hajmajlia mendon të shpëtoje. Një varse, një letër, një leck i dashur vëlla, nëse mendon se një hajmajli do të shpëtoje, ti ke thënë që 600 faqe Kur'an nuk janë asnjëse. Ç'kjo hajmajlia do të shpëtojë, stakfirullah, Zoti na ruaj. 600 faqe Kur'an, 600 ilaçe, 600 medikamente, nuk të kanë bërë mirë, do të bëje mirë një hajmajli, një mungjitor, që nuk din të thotë si duhet Bismillahirrahmanirrahim, ai nuk din se është matrapas. Nga vjen kjo nga vjen nga mungesa, nuk mbështeten në Allahun xhaleshanu. E dini, është një argument, ajeti i fundit vijuar që do e lexoj është ajo që Allahu thot dhe ai e din më së miri se ne, vetëm ne që e predikojmë dhe transmetojmë te ju. Allahu çfarë thot? Në ajetin e fundit të këtij ligjërimi thot kështu. Në kapitullin Nahl gjithmonë thot innema sultanuhu fuqia e shejtanit. Shejtani ka fuqi, cilët ku ja merr dizginet shejtani. Këtu tregon Allahu. Para tërgum kuj sunja mare, ashtu. Atyre që besojnë në Allahun dhe mbështeten në Allahun, sunu a merë dizginat shejtani. S'ka shansa. Por kuj mund që mare, edhe shumë se ua ka marë shumë njerëzbe. Innema sultanuhu ale ledhine yatawallawnahu. Fuqia e shejtanit, shejtani ua merë dizginat atyre të cilët e bëjnë shok ata. I besojnë ati. Si i besojnë ati? Mendon se dikush tjetër mund të shëroje përpos Allahut. Nëse mendon se dikush tjetër mund të shëroje përpos Allahut, ti ka marrë dizginën e shejtanit. Nëse mendon se shejtani, si thot pejgamberi alayhis salam, shejtani ju frikson juve me dy gjëra. Ju frikson me fukarallëk edhe me jetë të shkurt. Ose ju nxit me zenginllëk edhe me jetë të gjatë. Si me zenginllëk? Nga pasuria e madhe mendon se nuk do vdesësh. Kjo është, edhe ti në mendjen tënde të bëhet jeta shumë e gjatë bëhet. Kur e dëgjojmë kafe, ai filoni kish pas infrakte, dhe suni kish përjetuar infrakte, kish shkoi ngrat. Pa ai kish shumë planifikime, shumë plane, shumë ku e di unë çfarë kishte, shumë dëshira, nuk pyet Allahu dëshirat dhe planet. Prandaj thot Allahu xhelal, mos bini në kurthën e tij. Nëse bini në kurthën e tij, ai ju frikson pastaj thot, puno, le namazit, se të bësh fukara. Ai tremën. Yaidukumul fakre. Inna shejtane yaidukumul fakre. Ai thot ju premton dhe ju kërcënon dhe ju frikson me çfarë? Me varfëri dhe me fukarallëk. Allahu çfarë thot? Allahu të premton magfire. Allahu të premton falje gjina.